Që shkon tradita darsmës me mësit. Nëse kum pa historiat natë që më ka ardhë. Do thot vesh natën kur Vesh natën kum pa më hinin sopa aty për marak, dhe s'mallake kus të shkollë s'kum pas. Sa herë kum marrë pi gurbetit, në aeroport në pas dalë me mprit, një ples ma ka blejt gjithë mos, sa herë ju marrë ma ka vënu në kry. E kum bajt 2 javë ditë, unë ju më shku të në aton të ne ka bajtaj. Në 2002 me 5 prit më ka dek baba, pi atëhet mos e kum hjek kur. I kom 2 vajza, punojnë, njëna ka kry ekonominë internacionale, ka magjistru atje, punon me një firmë që këto që o keci. Punon është shërtare e lartë, tjetra që është ka firmë të vetën edhe ka kry dhe shkollë, edhe djali ka kry shkollë. Përshëndetje miqtë e dashur të Kosova Info, si jemi në një fshat në zonën e Anamoravës, në fshatin Remnik, ku me mua kam një banor me ples që 30 vite thot se kam hjek plisin. Valla më plis e kam hjek. Po thot 30 vite me ples guk. Valla po. Po sa asaj çka është e veçanta është gurbeçar, i cili tani ka ardhur në vendlindje dhe në stinën e vjeshtës rrin këtu se i pëlqen më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Ramush Avdia. Ramush, si është jeta në fshat këtu, kur vini ju nga gurbeti dhe si e përjetoni atë ndjenjen? Vallai, mu jeta në fshat më pëlqen fort. Edhe atje ku punoj në fshat. Qyteti fort më pëlqen. Vini që është në pranverë edhe në vjesht, mielli ka pak tokë. Kur të kam kohë, që 35 vjetë jam gurbet, penzije dhe pak halas jam dalë. Për që to që këtë kohë është përzaj. Në cilin shtet jetoni? Jetoj në Republikë Salzburgit të Austrisë. Në Austri. Këtu në fshatin Remnik, do të thotë, banorët janë të pak më duket edhe pse fshati shumë i madh, por shumica janë në mërgim. Po thoj se gjysa fshatit është e zbrast. Po më shumë ka të zbrast. Se na gjithmonë këtu përpara s'kemi punu gati në punë shtetit asnjëherë. E fshati jonë gjithmonë jemi marrë me gurbet. Ky fshat kufizohet me cilë fshatra kufizohet? Kufizohet me Budrikën, Nasalën, Ladovën, Zhegrën edhe Skefterën, Gjulekavrin. Do thot është... Përmi që ka kena Godenin. Do thot i rrethuar nga fshatrat e komunës Vitis dhe Gjilanit, është zonë ku do Gjilani me Vitis. Na jem kofe, bilim që atu të arat, gjynësa është në komunë Vitinjes, e pi arat tonat, bilim të arat e kena në zonë Gjilanit. E sa përno toka këtu? Sa është tokë pjellore dhe çka kultivoni më shumë? Tokë pjellore në sa dush, edhe na misër edhe grunë. Dikush tash ja ka njës, po mirët edhe me bashkë, me sen, po përpara gjithmonë kemi mjellë misër edhe grunë. Se kujshia kanë me shalqen, me bostan? Po, ashe me bostan mire, ka Skefterë me bostan e me bashkë, me sen. Ju sigurisht mbani men edhe kohët para luftës, dhe në thotë, qysh kanë qenë traditat në atë kohë, sa kanë ndryshu, cili është dallimi mes para kohës kur keni shku jo në Austri dhe tash. Unë jam për 91 atje. Na fol pak, do të thotë, për dasma. Ti qysh i martu ti në atë kohë, qysh ka qenë tradita dasmës, ju qysh i martu? Vallai, qysh e kanë tradita dasmës me mësit. Nëse kum pa historiat natë që më ka ardhë. Do të thotë vesh natën kur... Vesh natën kum pa më hinin sopa aty për marak, dhe s'mallake kus të shkollë s'kum pas. E nasha i na kon pa shkollë kon më zgjidhe, me ta dhanë kush nusën. Vallai, punëtor sa dushe, tonat mirat, po kur arkën vetë që na ka shkollë të kry me jo, shtiro kanë. Po, problem pa shkollë. Vallai, problem. E qysh u bë dashma? Na thuj pak, do të thotë, ato traditat e dasmës qysh i keni bën atë kohë, do të thotë ti qysh u kon ata dasmës apo 2-3 ditë para dasmës apo na shpjego pak çysh veç për dasmën tonë qysh Si që për dasmën teme, mas pari me mësit. Ma ka gjetë baba se vetë nuk kisha gjetë kur, s'kum ditën me dalë kështu në përshinjë. Edhe mësit me patazon nusën, tëna deshke me qu me punu nusë e asane. Tëna e bërëm dashme për shtunën t'i gjithën, taunën dita grave.
qështu. Po çështë do knusja pa do thotë çysh ishin ato mendimet e juaja, çka mendoj se çysh do të jetë, çysh do. Edhe atë ka dol nusja çysh e ki menu ti se sigurisht e ki para mendu. Zotin këto motra të ishin qështu po mirë kanë shumë. Azar si heka për ta nuk e di veç knaqina. Një kohë me ta jina kanë pas. Në jetë lundë, sa fëmijë keni? I kam 2 vajza një djalë. Edhe ata janë jashtë. Ata janë jashtë atje kanë lindë. E gruaja do të thotë Gruaja, është vërtetën me ta tregu, gruaja parë më ka dekë para 4 vite. Mushlime. Faleminderit. I kam 2 vajza, punojnë. Njëna ka kry ekonominë internacionale, ka magjistru atje, punon me një firmë që këto që o keci. Po. Punon është shërtare e lartë, tjetra që ashtu ka firmë të vetën edhe ka kry dhe shkollë, edhe djali ka kry shkollë këtë janë atjetë. Ky fshat ndihet pak edhe për atë ndjenjen patriotike. Po e që dina, jena mënuna tonë, se në komunizëm gjithë bëni mi kanë, veç me koqaklak. Kam drejtën se po do të thotë keni një farë historie të Vallahi që ashtu, na me të thonë drejtën, na një ata që pe onës Leskovësit, dikun. Një fshat Magash Thirrët, një mjetët që në 78 e kur jënë quqë atër. Dhe të është këtu kemi jetu mirë. Jetojmë me fshatarë, me shokë, me kushëre, me sarë kretë mirë. Qysh është jeta mes fshatarëve, do të thotë, ka janë a shkojnë me zveti mirë, apo a ka problema, apo ka organizime? Kur probleme në me vetës kemi pasë. Organizime për shka u paraqit nevoja gjithmonë ju kemi darë krah. Dhe sot dhe gjithmonë do t'jena që Sa është organizuar diaspora në aktivitetet shumë të shembull, sepse ka raste apo gjitha fshatrat, jo vetëm këto, do të thotë që bëni organizime për grumbullimin e mjeteve në forma të ndryshme, për të ndihmuar, për të përkrahur aktivitetet edhe zhvillimet në fshat. Sa jeni të organizuar si diasporë në këtë aspekt? Po që si diasporë, për çdo rast që ka nevojë diçka veç na tregojnë edhe. Domethënë edhe Ja, aty se kemi nal kora, se kemi ndërmarrë. në luftë si ka qenë, do të thotë situata në luftë këtu. Në luftë, unë nuk im kanë këtu. I vetëmi për familjes me një kushëre mi kanë jashtë, vllau i ndjera ka dek vitin e kaluar në muajin maj, edhe ajo kanë atje krejt janë kthy veç me një kushëre më kanë për jashtë. Për kohë të luftës nuk im kanë këtu, organizimi ju kanë shumë i mirë, sërbë këtu në katunin tonë nuk kanë ndërhim. A ka ne fshati këtu apo? Ja, janë shpërngul, 2 javë ditë kanë qenë mali, kanë qëndruar në mali. Do të thotë këtë zonë këtu diku. Këtë zonë më një herë mali që atje në konë familja me bilim konë mali, vetëm i baba jam që se kanë shku shpijen heq. Çfarë ndjenje konë për ty jashtë? Për mua konë shumë stirë që nuk e di ma mirë më konë i vdek se i gjatë. Këta shenë konë të shpija kanë ditë ma mirë, anase këmë di situatën heq. Po përjetimet kanë qenë? Po përjetimet kanë qenë shumë trona, bilim këmë pas dasht me arë, po më thirë dhe baba im në atë kohë, tha birë, tha, kur hallat sa bëjt, tha që vje, jashtë aty, tha të kemi jashtë. Ama për mu nuk e di që këmë pas me 40 kila ke. Po për mërzis. Për mërzis pas di që të jarë, këtë li faljarë, të li farë, s'kemi ditë kur që. Kur përfundoj, edhe që qysh e kaloj shekunat ja, ki mujt me punu, apo... Po i vallaj, po në isha patërën kemi pas, që si telefon në dorës. Këmë pas një telefon, dalë shumë për bashkëtelës ku isha, 50 herë në ditë shkojsha thërsha të shtëpia, thërsha shoh që na ke mujt me marrë vesh diçka për shumë situata rëndë. Po që për zotit mirë tash. Pas lufte, kur u lirua, erdhe me një herë dhe qysh? Me një herë. Kur erdhe këtu qyshu... Vaj vallahi, bilim kur pa ta orë këtu, pa ta shku në brindis të Italijës. E ma një të Greqi, pi Greqis këtu, po e ma mirë s'ka së qysh. I pam që pa pëndende, pa përshkruar. Që sa vite e moni plisin dhe kur keni fillu me mbajtë? Vallahi plisin e baj bukur mati as vetë se mojnë nërë. Sa edhe këto ma shumë e baj për hotrat babës, sa herë ku marë pi gurbejetit, në aeroport në pas dalë me mprit, një plisë ma ka blejt gjithë, mo sa herë ju marë ma ka vënu në kry. E ku mbaj 2 javë ditë, unë ju më shku të në atonë të në ka bajtaj. Në 2002 me 5 prit më ka dek baba, pi atë hetë më se ku më hekur. Çdo në kere, lanë, traktor, katë shkoj, po sot mu ka përlos edhe kom marak me baj plisin e barë. Dhe që sot e arsyshme që përlos, se edhe pe jara. Po pe jara, me ple me lëshme sen. Dhe dhëtë kjo ka amanet i babës, se s'pas kemi aprish kur. Ja, s'ja aprish i kur. Vallahi, nuk e heki, po i ku më di se shkam. Atje nuk e baj, a këto si t'vi, kur pa të zalë. Dhe thëtë,
pas ka kohë që po e boj këtë. Shumë. Se do ta pas kalon edhe baba si janë. Vallahi, baba Pas ka prit në aeroport me plis. Qashtu në aeroport, ku e marrë të shtëpia gjithmonë me një keset najlonit e baj. Veç më fërë ke bira mujt e po, trak ma vënoj kënë kështë. Tërë në bësha 2 javë, ditë kur shkojsha, jalon shati e baj kaj. Oni me ka hek mollin do shta. Po dhe, po. E ka pas ato dëmë. Jo, edhe ai ka bajt pisin e bardhë. Po, a? Dajtim ne kanë bajt pisin e bardhë krejt. E këta kushërit, këta vjetër, para gjeneratës tam, asë një pa plis të ke pas, kajt plis pa. E tash s'ka. Ta shumë radhë. Problemi ma i madhë ku shkojsh me na i darë, sëmë 300-400 vetë, i vetë me ti sigura edhe janë në rdhenë, ama me hekës më. Ja, me hekës më. Pse u hek kjo tradit shembull? Pse s'do të me bëjt plisin? Do shta jo çdo ditë, jo në punë, po në raste shembull të festa, gëzime. A mendon se duhet me mbajt në organizime ndryshme? Vallaj, be do të me mbajt. Do të se ku t'jena i fejst komtara, fejst vetara, diçka. Unë atje nuk e baj, se atje gjithmonë jam konë punëtor krahi, jam keramikist me profesion, aty se ke di çfarë rroba ki, ma shumë mirë konë pingjitsi se sa, a këto sa jo marë që nuk e majnë men, hesh pikur të bajve që këto pa ta s'kom hisë. Si do të qovë, do në thëtë më rëndësi ti punëtor krahi, sot fëmija to kanë më rije. Ja, fëmija janë ketë mirë, ketë kanë kry shkolla, ketë në përpunë, ketë. Mund ja ka vlet mundi dhe sakrifisa juaj edhe shumë rrimtarëve. Edhe këto të shpija dhe klina mirë janë ketë. Po tash mas gjithë kësaj, do në thëtë, 35 vite jashtë, përjetimet ndryshme, historitë ndryshme, tash, qysh e jetën tash? Vallaj, tash, qërë njerë e rëhatës po bëjke kur. Që qërpi Zotit, krejt mirë. Bilum, e kam një apel për gjithë shqiptarët, që prej kur të egzistojnë ma mirë si mi kam kur. Bollak, ka të shkosh, nuk shenë njerës të hikë. Gjithë atë mirat e Zotit, veç inshallah, i kemi mend edhe e dojmë një tjetër edhe ma shumë kur gjithë. Faleminderit shumë për kohën e për intervistën, e uroj të kaloni sa më mirë të ditë në vendingje. Faleminderit shumë, se s'far nesër ose mas nesër si ti kry që to do të me hitë.